Në Bashkimin Belësh organizua ceremonia në nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Bashkisë së Belqit. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të Universitetit Bujqësor të Tiranës, Bashkisë së Belqit, të arsimit dhe të biznesit të zonës. Gjatë kësaj mesjave, Bashkia e Belqit dhe Universiteti Bujqësor i Kamzës institucionalizuan bashkëpunimin mes tyre në fushën e bujqësisë, mjedisit, blegtorisë, akuakulturës, agrobiznesit, agropërpunimit, pylltarisë, si dhe ruajtjen, menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të mjedisit, tokës bujqësore, pyjeve dhe liçeneve. Rektori i Universitetit Bujqësor të Kamzës theksoi se nëpërmjet kësaj marrëveshjeje synohet shfrytëzimi sa më i mirë i informacionit shkencor, i infrastrukturës funksionale dhe intelektuale të Universitetit Bujqësor në shërbim të Bashkisë Belsh dhe komunitetit të saj. Në të ardhmen e afërt synohet të realizohen disa projekte të rëndësishme institucionale dhe bashkëpunime ndërkombëtare me interes reciprok. Kishim kënaqësinë sot në fakt në shkruanin marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Institutit Bujqësor të Kamzës dhe Bashkisë Belsh, një marrëdhënie bashkëpunimi kryesisht në fushën e bujqësisë, mbrojtjes mjedisit, ndotjes liçeneve, agroturizmit, agropërpunimit e shumë fusha të tjera. Kam kënaqësinë gjithashtu që Bashkia Belsh bëhet bashkia e parë apo bashkia pilot e bashkëpunimit të këtij lloji ndërmjet një institucioni të rëndësishëm shkencor bujqësor në vend. Shpresoj shumë që kjo nisur do t'i shërbejë në të ardhmen të gjithë fermerëve të komunitetit dhe do jetë si një themi dallimëshe e parë për të përhapur në 60 bashkitë të tjera. Marrëveshja e bashkëpunimit që ne sapo firmosëm sot me kryetarin e Bashkisë Belqit është në kuadër të politikës së Universitetit Bujqësor të Tiranës për ta shpalosur të gjitha kompetencat profesionale bujqësore dhe ekspertizën që Universiteti Bujqësor ofron, sidomos për fermerët shqiptarë. Ne jemi të vetëdijshëm që sot më shumë se sa kurrë nevoja për trajnim, nevoja për ngritje kapacitetesh është shumë e madhe nga fermerët dhe nga komuniteti i biznesit që operon në fushën e bujqësisë, dhe në këtë kontekst i gjithë stafi akademik, struktura drejtuese të universitetit po punojnë në këtë drejtim, që ta sjellin Universitetin Bujqësor në treg, ta sjellin Universitetin Bujqësor tek palët e interesuara. Marrëveshja nënkupton një bashkëpunim për vitet e ardhshme me Bashkinë Belsh në shumë aspekte, sidomos në fushën e mbrojtjes së bimëve, në fushën e sigurisë ushqimore, në fushën e planifikimit të territorit dhe shumë aspekte të tjera që ofrohen nga Universiteti Bujqësor. Theksoj më shumë faktin e situatës aktuale që vije të re, sidomos për disa profesione tradicionale, sidomos profesioni i agronomit, i zooteknikut dhe i inxhinierit të pyjeve, profesionet të cilët janë jetike dhe të domosdoshme për ekonominë shqiptare, por që fatkeqësisht shpreha ose interesi nga brezi i ri është paksa më i ulët. Në këtë kontekst unë dua edhe sot nëpërmjet kësaj marrëveshje dhe nëpërmjet kësaj interviste në mediat tuaja dua t'i bëj thirrje të gjithë gjimnazistëve të Belqit që t'i kthejnë sytë në Universitetin Bujqësor, sepse jam i sigurt që jo vetëm tematika dhe programet që ofrohen janë nga më të mirat sot në Shqipëri, por është i treg i sigurt punësimi. Patjetër fokusi i punës shkencore është në vazhdimsi dhe ne ram dakord edhe me kryetarin që do shikojmë mundësinë që disa nga tematikat kryesore që shqetësojnë këtë rajon, sidomos në çështjet e menaxhimit të mjedisit apo të menaxhimit të ujrave dhe të disa aspekte apo të mbrojtjes së bimëve, ne ram dakord që t'i bëjmë pjesë të tematikave të punës tonë shkencore në të ardhmen. Fokusi kryesor i Universitetit Bujqësor është që në kuadrin e le themi të një viti kalendarik, ne duam të konkludojmë marrëveshje bashkëpunimi me të gjithë bashkitë e Shqipërisë, me 61 bashki, për të konkluduar pastaj me një konferencë donatorësh, ku fokusi kryesor i kësaj konferencë donatorësh do jetë i tillë ku Universiteti Bujqësor do vi të ofrojë ofertën e vet profesionale në fushat e kërkimit shkencor, ose më mirë çfarë ne ofrojmë për të gjitha njësitë e bashkive apo të njësive lokale, dhe pastaj njësitë lokale kuptohet ofrojnë ato që çfarë ato presin nga Universiteti Bujqësor. Bardel Musaj është autori i cili vendosi që promovimin e librit Arsimi në demokracinë e Brisht ta bënte në Dëshiran. Le të ndjekim kronikën për të mësuar arsyen pse fshati Dëshiran.
Bardhyl Musai ja ka kushtuar të rjetën e tij arsimit dhe përgjatë këtij përkushtimi ka arritur atë që të tjerëve do t'u duhej. Një personalitet me vizion dhe reputacion, gjithherë ndërkombëtar, ai i qëndroi besnik dhe i devotshëm Shqipërisë, duke i bërë balë të gjitha stuhive dhe trazirave të kohës. Në librin e tij, profesor Musai fton lexuesin e tij për një udhëtim përgjatë 3 dekadave të ndërtimit të sistemit të ri arsimor. Ky libër është i lexueshëm për çdo njërin që dëshiron të kuptojë se çfarë është në të vërtetë në diskutim në arsimin e sotëm, dhe pse të gjithë duhet të jemi më të vetëdijshëm se si ta bëjmë atë më të mirë për të gjithë fëmijët tanë. Profesor, në promovimin tuaj të librit të radhës Arsimi në demokracinë e Brisht, përse keni zgjedhur fshatin e Dëshiranit për këtë promovim? Unë kam zgjedhur Dëshiranin sepse Dëshirani është fshati ku unë fillova për herë të parë karrierën time si mësues në vitin 1978. Në qoftë se unë pretendoj që kam qenë i suksesshëm në arsim, pasi unë kam kaluar në gjitha nivelet, deri në nivelet më të larta të qeverisë, këtë e dedikoj Dëshiranit, ku unë formova si mësues, por gjeta dhe klimën sepse ishte një fshat arsimdashës, mikpritës, dhe në këtë mënyrë ne dëshmuam që u arritën disa suksese këtu në fillimet e karrierës time dhe prandaj unë kam një dashuri të veçantë për Dëshiranin, një respekt dhe s'mund ta promovoj librin në vende të tjera dhe ta anashkaloj Dëshiranin. Pse ky libër edhe pse ky titull Arsimi në demokracinë e Brisht? Në konceptin tim, ne quhemi shtet demokratik, por ne jemi ende demokracia e Brisht, sepse ne nuk na funksionojnë të gjitha institucionet në mënyrë demokratike. Ne pretendojmë për zhvillimin e demokracisë dhe po të shikosh në libër, janë disa nisma që janë ndërmarrë prej meje në këto vite, por disa prej tyre kanë ngelur në mes të rrugës. Dhe unë dua të them të jap mesazhin e për të tjerët. Ato nisma që ndërmerren dhe janë të suksesshme, ne duhet i vazhdojmë, pavarësisht qeverive që vinë në pushtet, sepse arsimi nuk zhvillohet me mandate 4 vjeçare, por arsimi është një investim afatgjatë dhe kërkon një konsensus mbarkombëtar. Dhe që të zhvillohet kombi, kërkon këtë konsensus kryesisht për arsimin që të mos ndërpriten nisma të ndërmarra, cila do të jetë qeveria apo partia në pushtet. Cili zhanër është ky libër? Ky është një zhanër i këtij karakteri tematik kronologjik. Domethënë, unë kam renditur temat, janë gati 12 tema të arsimit dhe çdo temë ka një përmbajtje kronologjike. Pra janë tema kryesore të arsimit ku unë kam pasur kontributin tim të drejtë për drejtë. Arsimi ka dhe tema të tjera që unë si kam përfshirë, pra aty jam unë që flas me dokumente të kohës, flas me dëshmitar të gjallë e tjerë dhe i kam trajtuar këto në mënyrë kronologjike e dokumentare. Sipas me, libri është objektiv sepse unë sjell dokumente, nuk jap opinione të time, unë jap gjykimin. Domethënë, unë nuk flas sipas parimit historia ashtu si doja ta shkruaja unë, po unë flas historia ashtu si kurse është. Pra gjithçka aty është e dokumentuar. Për të gjithë ata që duan ta kenë këtë libër në duart e tyre për ta lexuar, ku mund ta gjejmë si libër? Këtë libër mund ta gjenë në Elbasan te libreria Kristoforidi, në Tiranë mund ta gjenë te libreria Adrian, te libri universitar, plus është edhe një librari online që e dërgon në gjithë Shqipërinë, është librari Arts ose Arts Librari që gjendet në Facebook, në Instagram e tjerë. Shumë faleminderit dhe sukses. Kënaqësi edhe për mua.